nderuar shikues, mirë mbrëma, jemi sot në podcastin e kanalit ton YouTube Okult. Ne jemi këtu 4 herë në javë, por 4 herë tjera në javë jemi përsëri në platformën digjitale Okult, por në kanalin e YouTube-it të Top Channelit. Kështu që të gjithë ata që na shohin në kanalit Top Channelit, po që nuk janë bërë ende nuk kam bërë subscribe kanalin ton, pra nuk jam bërë antar të YouTube-it kanalit ton për të marrë njoftimet sa herë që ne edhim një video në YouTube, mos harrojnë t'i bëjnë kanalit subscribe. Edhe ju që ende e shikoni këtë video nga kanalit ton YouTube-it Okult, që si keni bërë ende subscribe kanalit, mos harroni që t'i bëni subscribe. Jemi këtu me ujin Lajthiza dhe me produktet e tjera që janë bërë, po me ujin Lajthiza, produkte shumë konkurruese me të gjitha mallrat, me një vjetërsi dhe me një kohë të gjatë në përdorim. Janë mallra shumë cilësore dhe që ne duhet kemi parasysh që të mos të përdorim sa më pak mallrat tuaja konsumi dhe përpara tyre të zgjedhim mallra zvendësuese të prodhuara nga bizneset shqiptare. Edhe këtu është një pije energjike, pse ato pijet e tjera tuaja kur mund të përdorim oks. Kini dhe ujë me vitamina, ujë Lajthiza me vitamina, një super ujë. Gjithashtu do të shihni në ekran me shirita disa nga bashkëpunëtorët tanë, nga bizneset të ndryshme, shërbimin e të cilëve mund ta merrni shumë shpejt, mjafton të googloni dhe tyni në kontakt me ta, janë të përzgjedhur midis shumë të tjerëve që kërkojnë të bashkëpunojnë me platformën tonë digjitale Okult. Janë ndër më të mirët, mos hezitoni për çdo mall apo shërbim që keni nevojë në fushën e tyre të komunikoni me ta dhe të bashkëpunoni. Sot do të flasim për një temë që si zakonisht unë kam qenë nga të parët që i kam prekur, qoftë me botimet e mia, qoftë edhe me daljet në për emisionet të ndryshme, në kanalet të ndryshme. Do të flasim një çik për fisnikërinë e zezë. Shumë veta e kanë dëgjuar këtë fjalë, por nuk e din mirë çfarë është fisnikëria e zezë. Një nga ata që ka folur nga të parët qysh në vitin 1996 ka qenë John Coleman, me librin e vet Komitetit 300, i cili është një nga librat më të botuar edhe të përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe një nga librat me shitje më të madhe gjatë këtyre 30 viteve që ai është botuar. Në Shqip e kemi botuar ne, shtëpia ime botuese Helga Sikris, e cila ka të drejtën e lejes mbi këtë libër. Gjithashtu nga John Coleman ne kemi dhe një libër tjetër që quhet Dinastia Rothschild, edhe në gjuhën shqipe, ku tregohet se si u pasurua kjo dinasti. Kur flasim për fisnikërinë e zezë, kemi parasysh atë klasë që quhen aristokratë. Dhe nga përvoja edhe imja personale, të thuash aristokrat, do të thuash një të përcaktosh një klasë e cila mund të quhet klasa e dembelëve, por që është më pasura në botë dhe që ron me veprime shumë kriminale dhe në shërbim të së cilës janë gjithë të tjerët. Pra ajo qëndron mbi gjithë të tjerët. Ky material që unë do jap është përndarë në PDF në disa qendra, është dërguar këto kohët e fundit në gjuhë spanjisht, është origjinali, por që më pas videoja të cilën
unë e kam transkriptuar në shqip, është përkthyer dhe në gjuhë të tjera si edhe në gjuhën anglisht sigurisht. Dhe pak a shumë është i njëjti tekst që përsëritet në komitetin e 300-ve që u cilësova nga John Coleman, por me emra konkret dhe me specifika konkret. John Coleman ka qenë një oficer i inteligjencës britanike të MI6-it dhe më vonë u bë shtetas i naturalizuar amerikan. Ky në librin e vet Komiteti 300-ve ka shpjeguar që organizatat ndryshme si OKB-ja, OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Banka për Zgjidhjet Ndërkombëtare ose për Pastrimin Ndërkombëtar, quhet Peace Bank of International Settlements, quhet ajo në anglisht, janë të gjitha degë ekzekutive të Institutit Mbretëror të Çështjeve Ndërkombëtare që e ka akronimin RIA, Royal Institution of International Affairs, RIA. Dhe në fund të fundit, të gjitha këto janë degë ose ekzekutive të asaj që John Coleman e quan Komiteti 300-ve, që kontrollohet nga familje të lashta aristokratike, pasuria stratosferike e të cilave i kalon triliona dollar, pasuritë e oligarkëve të teknologjisë të kohës tonë, këtyre që njohim ne Tesla, Larry Fink, këta e kanë shumë të lartë pasurinë, por që nuk dalin as gjikundi pasuritë e tyre. Ne kemi folur shpeshherë, ju keni dëgjuar kur unë kam folur për mafjen kazare, por Coleman thotë se këta janë thjesht marrësit e urdhrave nga fisnikëria e zezë. Dhe në këtë dokumentin anonim në PDF që ne kemi transkriptuar, shpjegohet se si Vatikani dhe gjitha fetë, kultet kryesore, qeverit, ushtrit dhe agjensitë e inteligjencës, korporatat, mafja kazare që përmenda më lartë dhe të gjitha bandat kryesore kriminale dhe kartelat e drogës që kanë pushtuar kufirin jugor të SBA-s kontrollohen nga fisnikëria e zezë, me familje të ndryshme të tyre që kontrollojnë territore specifike, dhe ky dokument të cilin ne do ta citojmë ndoshta me 2 apo 3 emisione, i përmend të gjitha emrat. Sigurisht, ky është një emision për ata që nuk rojnë me biberon me qumësht, po që anë mish. E di që mund të jenë të pakët, por kjo asesi nuk do të thotë që këto emisione nuk ka rëndësi, sepse në një shoqëri të caktuar, tigrat dhe luenët në pyllin e shoqërisë janë më pak, kurse kopet e zebrave dhe të baktive janë me shumicë, për ata s'pyet njeri. Ju lutem regjia foton e nazistëve që ju kam dhënë ta nxirni. Pas luftës së dytë botërore, shefi i Gestapos, Klaus Barbie, themeloi tregtinë e kokainës nga Bolivia për të financuar nazistët mbas luftës së dytë botërore që ishin shpërndar në Amerikën Latine. Shpërndarja e kokainës në SBA u trajtua, u komandua, u ndikua nga karteli kryesisht Sinaloa. Por kur themi karteli Sinaloa, askujt nuk i shkon në mendje për aristokratët evropianë që përfitojnë pjesën e luanit nga një operacion masiv i trafikimit të drogës. Por, jo vetëm drogës, por dhe i qenieve njerëzore. Dhe pikërisht, ky dokumenti anonim këtë deklaron dhe thot, shtëpia e Burbonëve dhe fisnikëria spanjolle
zotërojnë më shumë se një kartel meksikan i Amerikës së Jugut. Pra, përveç kartelit meksikan, ata kontrollojnë dhe kartelet e tjera që bashkëpunojnë nga prodhimi, përpunimi, transporti, shitja me pakicë. Një foto tjetër ku është Francesco Ruspoli, regjia, i cili është kreu aktual i dyshuar nga familja kriminale e fisnikërisë së Zezë. Sipas dokumentit, ky është pronari i pjesëshëm e keni në foto i kartelit Sinaloa. Edhe foton tjetër ku ndodhet dhe një grua në foto është në të djathtë, duket që është kjo grua që ka të gjerdanin e verdhë në gushë, është Françoise Sturza. Është një antare rumune e fisnikërisë së Zezë. Unë kam botuar një libër së fundmi që quhet Ushtarët e zinj, terrori i bardh. Aty flitet shumë në një kapitull për familjen Sturza, origjinat e saj të lashta, martesat në periudhën e mesjetës, në mes të mesjetës, rreth viteve 1100, flitet 1200, 1300 për krushit dhe përzierjen e gjakut të fisnikëve të ndryshëm me familjen Sturza. Ky shikoni është Francesco Ruspoli. Ai që dhe më përpara regjia është kthej edhe njerë, është Luis Alfonso de Bourbon, kreu i shtëpisë së Bourbonëve dhe sipas këtij dokumenti që ne kemi gjetur, është pronari i kartelit të gjirit, por edhe kontrollori i mbretërve latin. Gjithashtu, i riu Edgardo Osorio, familja e cilit sipas dokumentit misterios së bashku me familjen Borja, zotërojnë më së 13-ën dhe bandën e motociklistëve mongol, si quhet, që duket si një absurditet, por kështu luhet loja në fakt. Sipas këtij dokumenti anonim që ne kemi deshifruar, ka disa familje të tjera aristokratike evropiane që kontrollojnë disa banda të tjera kriminale të Amerikës Latine. Traktati vitit 1871 e ktheu SHBA-n në vasalitetin e saj të para revolucionit ndaj Mbretërisë së Bashkuar dhe i vuri bankierët evropian në kontroll të jetës së amerikanëve. Ne kemi dëgjuar të flitet për kabalin, e cila në fakt ka 12 familje që kontrollojnë financat në të gjithë globin. Dinastia bavareze e shtëpisë Wittelsbach kontrollon fshehurazi degët e Hudson Bay Company dhe se HBC ka afërsisht $12 miliard në asete, vetëm në asete ka $12 miliard banga HBC, dhe ka pasur kontrata fiskale me Shtetet e Bashkuara përmes ligjit organik të distriktit të Kolumbias të vitit 1871 që u përmenda më lart. Kurora belge dhe fisnikët e saj, thuhet në material, vjedhin pasuri nga Shtetet e Bashkuara përmes kontratave mashtruese tatimore të vendosura përmes ligjit organik të distriktit Kolumbias të vitit 1871 dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë përmes BIS bankës, që u përmenda më lart, banga për zgjidhjet ndërkombëtare.
Kur shqyrtojmë antarët individual të këtyre familjeve, zbulojmë se ata kanë qenë të martuar me njeri tjetrin për shekuj me radhë dhe gjithçka e bëjnë së bashku. Janë të gjithë në bordet e kompanive të njeri tjetrit, janë të gjithë antarë të shoqërive të vogla sekrete të njeri tjetrit. Ne shikojmë se janë të njëjtat shtëpi mbretërore dhe tituj vazhdimisht. Po, kush është elita në fakt, do të pyesin njerëzit. Përgjigja është, siç u thash në fillim, elita botërore është në fakt fisnikëria e zezë, e cila është baza e sindikatës globale të krimit që kontrollon këtë planet. Fisnikëria e zezë ose aristokracia e zezë janë familjet aristokratike që morën anën e papatit nën Papa Piu IX, pasi ushtria e mbretërisë së Italisë e udhëhequr nga familja Savoia hyri në Rom më 20 shtator 1870, e përmbysi papën dhe shtetet papale dhe pushtoi pallatin Quirinal dhe fisnikët që më vonë u fisnikëruan nga papa para traktatit Lateran të vitit 1929, në kohën kur papati bëri marrëveshje me qeverinë e Benito Mussolinit, pra me qeverinë fashiste të Duçës. Çdo familje që ka nxjerr pap për Vatikanin quhet si një familje e shenjtë mbretërore. Shumica e fisnikërisë së zezë është nga kjo kastë mbretërore në thonjza e Vatikanit. Fisnikëria e zezë e konsideron veten si mbushur me princër sovran. Këto familje fituan titullin e fisnikërisë së zezë për pandershmërinë e tyre të pamëshirshme. Ata përdorën vrasje, përdhunime, rëmbime, grabitje dhe të gjitha llojet e mashtrimeve në shkallë të gjerë, pa i rezistuar arritjes së objektivave të tyre. Fisnikëria e zezë ishin familjet që financuan dhe kryuan korporatën e shenjtë të Vatikanit me qëllim imponimin e skllavërisë botërore si një institucioni domosdoshëm, me besimin e vetëm se disa kanë lindur për të sunduar, ndërsa të tjerë për të sunduar. Ideja se familjet saktuara kanë lindur për të sunduar si një elit arbitrare, ndërsa shumica dërmuese e një popullsie të saktuar është e dënuar me shtypje, skllavëri dhe ky u bë pozicioni teologjik i kësaj elite. Rendiri botëror në fakt është një përpjekje për të marrë kontrollin e shoqërisë nga këto familje fashiste me qëllim skllavërinë totale të njerëzimit në favor të tyre. Vatikani është një kom perandorak dhe është perandoria më e madhe në këtë botë. Qyteti i Vatikanit ose korporata e shenjtë e Vatikanit, zyrtarisht shteti i qytetit të Vatikanit, është një komp që vepron si rjeti më i madh i inteligjencës në botë. Selia e shenjtë është në fakt syri gjithpamës ose the all-seeing eyes, që quhet në anglisht, ose syri gjithpamës, ai syri Big Brotherit. Dhe ky është dhe një entitet i korporatës i lidhur me shumë korporata dhe qeveri të tjera përmes statuteve papnore dhe mbretërore. Kryepeshkopët dhe peshkopët e nivelit të lartë në fakt janë kështu mbikëqyrësit e shoqërisë brenda distrikteve të tyre dhe këta mbikëqyrin politikën, policinë, biznesin, si dhe krimin e organizuar. Në të njëjtin vit që një nga profesorët e filozofisë në Universitetin e Ingolstadtit me 1876, Adam Weishaupt krijoi urdhrin e Iluminatit. Në këtë vit u krijuan dhe Shtetet e Bashkuara si një korporatë që do drejtohej si ushtri private për udhëheqësit e agjendës së një rendi të ri botëror në favor të elitave
kryesisht falë shërbimit që bëri për këta masoneria e drejtuar nga jezuitët. Rendiri botëror është një konspiracion me preardhje në krye të tij. Në krye të kësaj hierarkie janë linjat e lashta të gjakut që ndërtojnë dhe shkatrojnë perandori për kontroll përmes një rendi nga kaosi. Shtëpitë mbretërore dhe fisnike janë entitete të korporatave dhe pretendojnë të sundojnë dhe zotërojnë tokë, burime dhe njerëz. Qiradhenësit kanë qenë gjithmonë pronarët dominues të arit dhe metaleve të çmuara. Ata fuqizojnë dhe financojnë bankerët dhe sipërmarrësit që të punojnë për ta përmes shtëpive të tyre të korporatave. Ata autorizojnë dhe nxjerrin krimin e ligjeve, agjensive, ushtrisë, kompanive dhe universiteteve. Ata krijojnë dhe drejtojnë fe dhe shoqëri sekrete, gjithashtu financojnë dhe organizojnë sindikata të krimit të organizuar sikur të ishin një ndërmarrje unike tregtare. Disa nga linjat kryesore të gjakut mbretëror, dëgjoni me vëmendje këta, përfshin Savojat, Bourbonët, Medicët, Glücksburgët, Wittelsbach, Nassau-Weilburg, Saxe-Coburg, Gotha, Saxe-Coburg-Gotha, nga është familja mbretërore Windsor sot e Britanisë, Romanovët, Grimaldët, Orleanët, Braganzat, Habsburgët, Hanoverianët, Windsorët, Saudët, Thanit, Khalifa, Alawi, është dhe familja Zogu, dhe Hohenzollerët dhe Bernadotët. Shumë linja gjaku mbretërore ende i sundojnë kombet e tyre si krerë shtetësh, siç janë Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Olanda, Danimarka, Monako, Spanja, Arabia Saudite, Bahreini, Maroku, Suedia, Norvegjia dhe Luksemburgu. Vendet të tjera tashmë kanë ndruar llojin e sistemit. Qyteti Vatikanit është gjithashtu një mbretëri me papën e Romës si monark. Fisnikëria e zezë është linja e lashtë e gjakut e shteteve papale dhe ata zotërojnë Selinë e Shenjtë dhe Vatikanin. Ata nxorën papët e parë të Romës dhe mbajtën pozicione udhëheqëse në Vatikan që nga fillimi i tij. Familja Colonna dhe Torlonia ende mbajnë pozicione trashëgimore të princave ndihmës të fronit papal. Fisnikëria e zezë e konsideron veten princa sovran. Vatikani përdoret si një pikë qendrore kontrolli dhe Selia e Shenjtë është një nga entitetet korporative më të vjetra dhe më kriminale që ekzistojnë. Kisha katolike spanjolle është jashtëzakonisht e pasur, nuk e ka vuajtur asnjëherë ndonjë lloj krize dhe gëzon një parajsë të vërtet tatimore, duke qenë e lirë nga pagesa e taksave, siç janë veprat, kompanitë e tyre e të tjera. Shumica dërmuese e aseteve në zotërim dhe në llogaritë e tyre janë plotësisht të errta. Kjo situatë është e palishme, e padrejtë dhe me sa duket ka shumë vite që sundon në bashkëpunim dhe me pëlqimin e pushteteve të ndryshme publike gjoja demokratike. Familjet Erlach dhe Brandi janë këshilltar tatimor zviceran që mundësojnë korrupsionin, rishfetin, financimin kriminal dhe pastrimin e parave. Garda zvicerane është ajo që mbron shtetin e qytetit Vatikanit. Kantonet zvicerane kanë qenë në kontratë me Vatikanin për shekuj me radhë dhe Zvicra është në thelb një shtet papnor me fisnikë romak që pretendojnë pronësi të pjesshme. Shtëpia gjermane
e Baden-Zachringen themeloi Bernën në Zvicër. Shtëpia e Savojës sundoi rajonet e Zvicrës për qindra vjet. Disa nga linjat më të rëndësishme të gjakut të fisnikërisë së zezë janë Massimo, Colonna, Pallavicini, Odelsalchi, Ruspoli, Orsini, Aldobrandini, Sforza Cesarini, Boncompagni Ludovici, Chigi Albani della Rovere. Këtu bje në sy dhe Albania, se ka pasur një pap Alban dhe familja e tij tashmë përfshihet në këtë listën e aristokratëve pasardhësit e tij. Vazhdojmë. Doria Pamfili, Rospiliani Storsini, Giuliaust, Lucchesi Pali dhe Gaetani, familjet Peci dhe Pacelli janë linja gjaku më të reja të fisnikërisë së zezë. Ndoshta bëhet fjalë për familjet Paci, që mund të kenë dhe këto origjinë shqiptare. Fisnikëria e zezë ka pronësi të përbashkët mbi Selinë e Shenjtë, e cila është një entitet i korporatës me Selinë në shtetin e Qytetit Vatikanit, që u krijua si komb në vitin 29 në Benito Mussolinin, i cili u vun pushtet nga shtëpia e Savojës. Familjet Mussolini dhe Franco u bën fisnike pas regjimeve të tyre fashiste. Fisnikëria e zezë zotëron gjithashtu urdhrin e kalorzëve të Maltës, jezuitëve dhe Koza Nostrës. Fisnikëria e zezë krijoi degën italian jugore dhe u martua me fisnik sicilian dhe kampanian, siç ishin familjet Lanza di Scalea, Adragna, San Severino, Tomasi di Lampedusa, Paterno, Cataneo, Serena, di Lapigio dhe Rocco di Torre Padula. Shumë familje kriminale italiane ishin fisnike siciliane, si familjet Bonanno dhe Bellomo. Si bosët e mafjes, ashtu edhe fisnikët italian dhe spanjoll e quajnë veten Don, që është ekuivalenti bosit të krimit. Familjet Savoy, Aosta, Medici, Bourbon, të dy Sicilit dhe Bourbon Parma janë antartë familjes mbretërore italiane dhe janë të martuara me linja të ndryshme gjaku mbretërore evropiane dhe të fisnikërisë së zezë. Shumica e monarkëve janë antarë të urdhrit sovran ushtarak të Maltës. Princi Carlo Massimo ka mbikëqyrur urdhrin sovran ushtarak të Maltës si president i shoqatës italiane të institucionit të quajtur SMOM, me akronimin SMOM. Mund të googloni dhe të shikoni se çfarë janë këto. Kalorësit e Maltës kanë një operacion të fshehtë në shkollën jezuite të shërbimit të jashtëm në Georgetown, të drejtuar nga Joel Hellman. Jezuitët dhe kalorësit e Maltës në thelb drejtojnë Departamentin e Mbrojtjes së bashku me agjentët e kurorës britanike dhe me masonët e nivelit më të lartë. Princi Carlo de Bourbon, i dy Sicilive, ishte një komandant i lartë i shoqërisë jezuitëve nëpërmjet urdhrit të tij të shenjtë ushtarak Konstantinian të Shëngjergjit. Jezuitët u autorizuan nga Papa Pali III familjes Farneze. Familjet Bourbon, Dos Sicilias dhe Bourbon Parma janë vazhdimi i familjes Farneze. Emri i Farnezëve është gdhendur në Selinë e jezuitëve të quajtur Kisha e Gjezus në Rom. Familja Farneze jetonte në një fortesë peskëndshë të quajtur Farnese Villa
Caprarola, e cila është baza për projektimin e Pentagonit Amerikan sipas kësaj forme gjeometrike. Jezuitët janë të përfshirë në arsim, në politik, bank, shkencë, drejtësi dhe veçanërisht në inteligjencën ushtarake të Shtetet e Bashkuara. Burbonët italian kanë krijuar rezidenca në të gjithë botën, ku përfshihet dhe Florida. Jezuitët duhen hetuar dhe ndaluar. Ata me drejt janë dëbuar nga pothuajse çdo vend i botës, por ata gjithmonë kthehen me një mënyrë tjetër. Në Spanjë 3 herë kthimi i tyre i fundit ishte në duart e General Francos. Selia e Shenjtë është një organ i korporatës që nxjerr ligje dhe projektligje të tilla si Temi Art, i cili pretendon prodhuesinë mbi mbretërinë e Anglisë dhe identifikon perandorin si sovranin e të vetmes perandori legjitime universale të zgjedhur drejt për drejt nga Zoti në Vatikan. Papa pretendon pushtet ose pronësi të përkohshme mbi tokën dhe gjithashtu pretendon supremacinë papale ose sundimin papnor dhe pagabueshmërinë papale. Ç'do të thotë kjo pagabueshmëri papale? Pagabueshmëri do të thotë i paaftë për të gabuar. Kuria romake ose gjykata papale është këshilli më i lartë i organizuar në këtë korporat dhe mbikëqyret drejt për drejt nga 2 asistentët e princit në fronin papnor. Këto 2 pozicione mbahen nga princat e familjeve Colonna dhe Torlonia. Ata punojnë me një këshill princëror të nivelit më të lartë të fisnikërisë italiane që punon me një këshill tjetër të përbërë nga fisnikëria romake. Fisnikëria italiane dhe austriake janë të martuara me njëra tjetrën dhe punojnë ngushtë së bashku duke udhëhequr urdhrin ushtarak sovran të Maltës, i cili është një entitet sovran ekuivalent me atë të një kombi sovran. Fisnikëria italiane, La Cosa Nostra, dhe fisnikët gjermane e austriak e drejtojnë në fakt mafjen qifute. Familja mbretërore dhe fisnikët kanë sasi të mëdha pasurie në llogari bankare private në bankat e Zvicrës dhe përdorin bankën BIS ose Banka për Zgjidhje Ndërkombëtare, që është themeluar nga nazistët për të vjedhur pasuri nga bankat qendrore të popujve të ndryshëm përmes kontratave mashtruese tatimore dhe më pas e pastrojnë dhe fshejnë pasurinë në llogaritë e tyre bankare private në bankat e Zvicrës. Linjat kryesore italiane ende aktive përfshin familjet Massimo, Colonna, Pallavicini, Torlonia, Aldobrandini, Ruspoli, Orsini, Gaetani d'Aragona, Bourbon Parma, Odelsacchi, Borghese, Adragni, Chigi, Medici, Borromeo, Doria Pamphil, Sacchetti dhe këto linja gjaku mbikëqyrin sektor të ndryshëm të ekonomisë dhe të popullatave. Jashtë kësaj strukture pushteti është në fakt komiteti 300-ve me një rreth të brendshëm të përbërë nga monarkët dhe princat kryesor të Evropës dhe të ish-perandorisë së shenjtë romake, me antar nga familjet Windsor, Spencer, Cecil, Percy, Hohenlohe, Langenburg, Habsburg, Bonaparte, Orleans, Bernadotte, Lagergrin, Austri-Eursten, Glux, Hessen, Nassau, Weilberg, Habsburg, Lorraine, Saxe-Coburg dhe Gotha, Saksoni, Weimar, Eisenach, Saksoni, Meiningen, Braganza, Orange-Nassau, Hohenzollern, Sigmaringen, Liechtenstein, Rothschild, Merod, Romanov, Thurn and Taxis, Schwarzenberg, Orsini, Rosenberg, Windisch, Graetz,
Esterhazy dhe familje të tjera. Po i lexojmë këto, ndoshta mund të jemi të mërzitshëm për ata që si kuptojnë rëndësinë e këtyre familjeve në historitë e kohëve moderne, por edhe të lashta, por i lexojmë për ata pak që kanë durim t'i dëgjojnë, sidomos njerëzit e klasës së lartë në Shqipëri, në politikë dhe në ekonomi, të cilët mund të kenë hasur kontakte me këto familje që të dinë se çfarë për ato përfaqësojnë. Shumë antarë që nuk kanë status fisnik dhe aristokratik në Komitetin e 300-ve janë përfaqësues të familjeve mbretërore. Pra, janë familje mbretërore që kanë ardhur shekujt e fundit dhe nuk janë fisnik, por e ka vendosur statusin me dhunë ose për shkaqe të caktuara historike, siç është familja Metzogut, që pa qenë një familje lashtë fisnike, e vendosi statusin e vetë mbasi u kryen rrethanat në Shqipëri dhe ai e shpalli veten mbret të shqiptarëve. Këto familje janë armiq të shumicës së shtresave të ulta dhe të mesme dhe gjithmonë kanë komplotuar për t'i skllavëruar ata për shekuj me radhë. Ata autorizojnë ose krijojnë korporata me miliarderë, drejtojnë fe, shtete, shoqëri sekrete, drejtojnë mafian dhe sindikatat e krimit të organizuar. Këtu mendojmë ta përfundojmë sot pjesën e parë, e di që një pjesë e njerëzve zakonshëm që nuk i kanë dëgjuar këto emra mund t'ju duket si bezdi përmendja e tyre, por siç e theksova, në fakt ato e kanë një dobi. Secili nga ju që kërkon të di më shumë për familjet që unë citova, mund të hyjë dhe të googloj ose të kërkoj informacion aq sa mundet dhe sa kanë dispozicion nga nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe të marrin vesh më hollësisht rëndësinë e këtyre familjeve që unë vazhdimisht i citova dhe që mendoj që kanë emisione të tilla një farë dobie për të kuptuar nga elita e shoqërisë tonë se si organizohet bota, cilat familje janë në timonin e ngjarjeve kryesore historike dhe që sot po përpiqen të organizojnë atë që quhet rivendosje e madhe me ndihmën e teknologjisë, e cila është një hap drejt skllavërimit të atyre që do t'i mbijetojnë në kësaj rivendosje për shkak të një lufte të madhe që është shpallur shtresave shumicë që janë në bazën e piramidës së popujve të botës, pasi këto punra që ata i bëjnë kryesisht me dorë për shkak të mungesës së arsimit të lartë dhe profesional, këta do të zvendësohen të gjithë me robot dhe me inteligjencën artificiale dhe puna e tyre nuk do të ketë më vlerë dhe problemi do të jetë skllavërimi dhe kontrolli i shtresës më lartë që është shtresa intelektualëve të cilët janë të dobishëm për të monitoruar këtë pjesë të robotëve dhe inteligjencës artificiale që do të bëj punën e 90% të shoqërisë që janë shtresat e ulta. Edhe njerë ju kujtoj, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit të platformës tonë digitale. Miropafshim në emisionet e radhës në kanalin YouTube, por edhe në kanalin e YouTube-it të Top Channelit, siç u përmenda dhe në fillim. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim. Tonë këtu.